Shqiptarët e Mandricës ishte projekti i cili dokumentoi një rast unik të ruajtjes së gjuhës shqipe jashtë territorit etnik shqiptar. Rreth këtij studimi ka shpjeguar më shumë bartësja e projektit prof. Dr. Sindorela Doli Kryzeu. Ideja ishte që në bashkëpunim me profesoreshën e filologjikut, profesoreshën Yllka, i meri me asistentën Pranvera Osmani dhe 2 student të masterit në filologjik, vendosëm që të bëjmë një hulumtim, një diçka që s'është marrë kurkush përpara. Ne dim që arbresht e Italisë, arbresht e Zarës, pak më e vështirë, domethënë është pjesa që kanë mbajtur sepse është zonë e thellë atje dhe falë financimit, bashkëpunimit me ministrin e arsimit, atëherë ne vendosëm që të jemi të shkojmë atje. Doli Kryzeu tregoi edhe për fshatin e Mandricës. Atje është një fshat që të rinjt kanë migruar, kanë ngelur 6 pleq, 3 nga ata flisnin mirë gjuhën shqipe, ishte gjyshja Sultana, që ishte 94 vjeç, ishte gjysh Konstantini dhe zonja Katerina. Na kanë përcjell me shumë dashuri, na tregonin historitë e tyre, origjinën e tyre, të cilën e ruanin me shumë fanatizëm, me shumë dashuri për Shqipërinë. Ky projekt ishte në bashkëpunim mes Fakultetit të Edukimit dhe Fakultetit Filologjik të Universitetit Femi Agani në Gjakov, si dhe me ekspertin e jashtëm nga Universiteti i Tiranës, nga Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, prof. Dr. Dimitri Bello. Projekti kishte në fokus hulumtimin shkencor në fushat e dialektologjisë, sociolingvistikës, fonetikës dhe leksikologjisë përmes ekspeditës 6 ditore në këtë fshat.